Të nderuar shikues i dashur shqiptar, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Sonte, përpara se me fol ndonjë gjë për ndonjë tim tjetër, kisha dashur me u ndal bashkë me juve te një lloj shqetësimi fort i madh i politikanës Vlora Çitaku. Më saktësisht, shqetësimi i saj i madh, i cili e paska kaplu Vlora Çitakun, që nga puna e transparencës së Republikës Kosovës. Sheti. Do me thonën, këta njerëz ja kanë nis tashmë anku që Republika e Kosovës është transparente. O para se me vazhdu na ma tutje, unë vesh t'i rregulloj do detaje në profilin tem Facebook të ti transmetimit të drejt për drejt, t'ja bëj tag zonjës Vlora Çitaku, se është shumë e rëndësishme që ajo me pa çka po themi, nëse lejon halo, e paska anulue tagun zonja Çitaku, gjithsesi po ja bëjmë një ftesë. I të gjithë publiku që munden me u lidh në këtë transmetim. Se me që na paska bo të pamundshme, unë besoj që ajo është se kur ta lexon emrin e vet, është fort e interesuar me ditë çka po flas, unë e çka po shkruaj. E kështu me radhë. Pra, para se me vazhdu me komentu se çka po thot zonja Vlora Çitaku, le ta dëgjojmë bashk se çka po thot. Veç ngani. Gjaktohtësia, për të mos thënë indiferenca totale e institucioneve të Republikës së Kosovës në raport me këtë proces. Fidan, kolege ja kanë publiku mbrojtjes së zotit Krasniqi, sa i ka pushtu letrat e postës. Qeveria e Republikës së Kosovës në emër të transparencës, një qeveri që qindra miliona kostën e postës. Ka publiku kostën që ka dërgu letra. Kupton çfarë në emër transparencës kjo? Sa i kanë dhënë një avokatit të Thaqit, sa i kanë dhënë një avokatit të Veselit. Do më thonë, si pas klan Kosovës, që e cënon në rendin kushtetues të Republikës Kosovës, sepse ishin regjistru me Peq Serbia dhe Gjakovica Serbia, kjo është krejt normale, çka po thot politikanja në caktume, dhe nuk duhet me u sfidu hiq ajo me mendsinë e saj korruptive, të korruptueshme dhe korruptative. A po kupton? Ta dëgjosh Vlora Çitakun tek flet për transparencë në një studio televizive i dashur publik, është njësoj sikur ta dëgjosh të korruptuarin tek mban ligjërata për moralin. Ironia këtu nuk është thjesht therrse, është fort cinike. Vlora Çitaku vjen prej një infrastrukture partijake, politike, që kur nuk u mjaftu duke e zhvat e duke e plaçkit Kosovën për 20 vjet me rend, pa dhonë kur asnjëherë llogari. Ajo e përfaqëson këtë mendësi të mos llogaridhënies që sot akuzohet publikisht për tjetërsimin dhe vjedhjen edhe të fondeve të shenjta të çlirimit. Pikërisht nga njerëzit që ajo vet i mbështet dhe ju ka shërbyer me devotshmëri e ju shërben hala. Dhe sot kjo kost e kolbën, e mësume me errësirën e podrumeve ku ndaheshin paratë e shtetit, na ankohen për dritën, na ankohen për transparencën. Demek s'po deshka me kon transparent shteti, nuk po deshka me i kallëzu publikut ku jon përdor parat e tua.
A jeni tu e kuptu çka kanë normalizu këta në ekranet tona televizive? E çka janë tu përpjek me normalizu? Transparenca mëre nuk është luks, as loj politike, është shtylla e një republike të ndershme. Që normalisht, dikush si Vlora Qitaku nuk e nje çka do me thonë shtyllën e një republike të ndershme, sepse Vlora Qitaku i ka shërbyer shtyllës e një republike kriminale, e cila ka plaçkit për 20 vjet rresht, e cila pa turpshëm, pa moralshëm, pa ndershëm, edhe ka instalu Serbinë në Kosovë për 20 vjet rresht, e cila në formë gjakpirse ka vra gazetar, ka vra politikan, ka vra dhe luftëtar të liris, e Vlora Qitaku nuk e ka problem me dalë sot në televizor me thonë, e me o anku që pse qeveria koka transparente, sepse pas ka kallëzu so pare i ka ndonë për Hashim Thaçin. Ose për mbrojtjen e Veselit, ose për mbrojtjen e Jakub Krasniqit. A jeni të kuptu çfarë njerëzën këta? Qeveria i dashur publik e ka për detyrë edhe obligim ligjor e moral t'i tregoj çdo qytetari se ku shkon qoftë edhe 1 cent i vetëm i taksave tyne. Jën parët e tona ato. Ky publikim nuk është indiferencë. Kjo paraqitje e saj në ekranet televizive me një narrativ të tillë është thjesht karakteri se çka kanë qenë këta e kush janë hala për 20 vjet rresht mas luftës që kanë qeveris, edhe që janë hala edhe 27 vjet mas luftës. Dhe vendimi i qeverisë e Republikës Kosovës për qenë transparent i dashur publik është respekt për popullin që e financon këtë mbrojtje me apo për dashin tonë. Ti jemi plotësisht qartë. Nëse ky shtet, nëse Republika e Kosovës nuk do të kishte publiku dëshmit edhe faturat e sakta se sa para po ndahen për mbrojtjen në Hag, këta të njëjtit do ta vazhdonin narrativen e tyne të rreme. Nëse i kujtohet, vitin e kalum doket, apo një vit më herët, veç se e kam pas nis një lloj fushate me gënjeshtra, duke thënë se qeveria i ka ndalë fondet e po i braktis çlirimtarët. Apo mërvesh apo koknina. Po tash që faktet kanë dalë në shesh, këta nuk po mujnë me rajt mo, se provat po dalin edhe po flasin vet, rënave tyne jo ka humb dheu, jo ka humb baza. Apo kupton? Tash, me që s'mujnë me rajt që qeveria nuk po i financon mbrojtjen e të akuzuarve për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, saktësisht për vrasjet sistematike, politike të çlirimtarëve, politikanëve dhe gazetarëve tanë, jo pse kanë luftu për qëllim, ata janë të gjyku atje, janë të gjyku sepse kanë vrash shqiptar. Sikur qeveria mos t'i kishte publiku këto, këta kishin vazhdu me rënat e tyne që i patën nis, që thëshin qeveria i kanal fondet. E tash nuk mujnë me thonë mo, i kanal paret, po tash duhet me u anku pse po kallëzohet e vërteta. E dashur publik, kjo është ligësia edhe shpirt ligësia e atyne që të vërtetën e shohin si armik. Sepse vetëm mbi gënjeshtrën kanë mbijetu këta njerëz. Vetëm mbi gënjeshtrën kanë mujt me vazhdu, me sundu këtë popull, me sundu këtë vend, me plaçkit këtë vend, e me e vra gjakatarisht këtë vend, qyshja kanë vra kokat intelektuale dhe politike të këtij vendi për 20 vjet, duke përfshirë gazetar, politikant, aktivistat politik dhe luftëtarët e lirisë. Dhe kjo është që ajo struktura e shpirtligësisë që Vlora Qitaku e përfaqëson, prandaj për mu absolutisht nuk është befasuese që dikush se ajo apo kushdo nga struktura e mendësisë së saj politike partijake vjen edhe deklaron deklarata të tilla aq skandaloze që nuk meritojnë me u dëgju kërkon pos para institucioneve drejtësisë. Aty ku këta duhet me i pagu të gjithat zezat që kanë bërë kombit tonë.
Kaq kisha për sonte, qofshim me shnet, e mos harroni abonoheni me kronikat e Barutit, sepse ne do ta tregojmë të vërtetën ashtu siç është edhe atëherë kur është edhe më shme. Mirupafshim.